Pra tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah zawali al-ardha fara'aytu mashariqaha wa maghariba. Allahu azza wa jall ma ka rumbullaksu tokën, ma ka prum përpara sikur pijatën që e shifni ju në sofrën tuaj. Ka është mrekulli që ndodhi pejgamberit Allah. E gjithë rumbullëzit të kësor prezentohet për pejgamberit Allah dhe thot fara'aytu mashariqaha wa maghariba. E pash lindjen dhe perëndimin, i pash anët e botës, e shiqon pejgamberi Allah me sitë e ballin mbar botën. Tha wa inna mulki sayablughu ma zuwiya li. Dhe dine se sundimi im, pra Islami do të arrit në atë sipërfaqe që unë e kam pa. Do të arrit në lindje dhe perëndim, do të arrit në jug dhe veri, atë sipërfaqe që e ka pa pejgamberi Allah, do të arrin Islami. Kush janë bartit e Islamit? Vazhdon pejgamberi Allah dhe thot wa inna mulki sayablughu ma zuwiya li bi'izzi azizin e udhilli dhalil. Bartët e Islamit janë ata që karenohen me Islam, pra muslimanët, dhe ata të cilët e ofendojnë Islamin. Dhe këto janë ata të cilët bojnë reklam në mesin e jo besimtarëve për Islamin. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Islami do të arrit ku ka arrit lindja perëndim, ku ka arrit dita dhe nata. Thot pejgamberi Allah me këtë hadith, thot Islami ka me arrit në çdo shtëpi që është ndërtu prej tullave, dhe çdo çadër e cila është e ndërtu me gjithashtu si çadër, ka me arrit Islami ku ka arrit dita dhe nata, dhe Allahu azza wa jall ka mi krenu muslimanët dhe ka mi imposhti jo besimtar dhe armiq të Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me atë dritë që erdh për të ngavim mbi gjithë dritët,